Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua sot me zëvendëskryeministrin e Ukrainës për integrime europiane dhe euroatlantike Taras Kachka, me të cilin diskutoi përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe, rrugën europiane të dy vendet dhe zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën me interes të ndërsjellë. Vučić deklaroi gjithashtu se ata shkëmbyen mendimin me integrimin europian, duke pasur parasysh se rruga europiane është angazhimi strategjik i Serbisë dhe një kornizë e rëndësishme për reforma, stabilitet dhe zhvillim. Në këtë kuptim, ai vuri në dukje se memorandumi i mirëkuptimit në fushën e integrimit europian përfaqëson një hap shtesë drejt shkëmbimit të përvojave dhe bashkëpunimit më të fortë institucional. Punëtorët e qendrës shëndetësore në Graçanicë dhe të qendrës së klinikës spitalore Prishtina me selinë e përkohshme në Graçanicë u mblodhën sot në një protestë para këtyre institucioneve në shenjë mbështetje për drejtorët e arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore. Të mbimi mbështetës u mbajt para qendrës shëndetësore në Gushtërisë të Poshtme, por edhe para të gjithë institucioneve tjera shëndetësore dhe arsimore, para shkollës fillore Kralj Milutin në Graçanicë, shkollës fillore Braça Aksiç në Lipjan dhe shkollës fillore Sveti Sava në Sushic. Punonësit gjithashtu shprehen solidaritet me të arrestuarit, një tubim i madh në mbështetjen e 7 drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore u mbaj dje në Graçanicë, ku vendasit thanë se presioni mbi serbët në Kosovë është i madh dhe se nevojitet unitet. Drejtorët e institucioneve arsimore dhe shëndetësore në Graçanicë, të cilët u arrestuan 2 ditë më parë në dyshim se kanë kryer vepër penale të shkeljes së zgjedhjes së lirë të votuesve, u sollën në gjykatën themelore në Prishtinë për një seancë dëgjimore për paraburgim. Ata fillimisht u ndaluan deri në 48 orë, pas së cilës prokuroria kërkoi një seancë dëgjimore për t'u përcaktuar paraburgim. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveqa tha se të dyshuarit u përpoqën të ndikonin në vullnetin e lirë të votuesve me kërcënime, presion dhe shantazhe, ndërsa lista serbe dhe drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković e dënuan ashpër arrestimin me vlerësimin se ishte një përpjekje e Prishtinës për të ushtruar presion të papranueshëm dhe për të friksuar votuesit serb. NATO-ja po monitoron nga afër njoftimet e institucioneve të Kosovës për formimin e gjandarmerisë, tani zyrtari i NATO-s për Kosovë Online, duke deklaruar se ata presin që organizatat e sigurisë në Kosovë të vazhdojnë me një qasje bashkëpunuese duke e koordinuar me KFOR-in me qëllim të sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Një zyrtar i NATO-s shtoi se NATO-ja vazhdon të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e sigurisë së Kosovës dhe se jep kontributin e saj për sigurinë e përhershme në Kosovë për të mirën e të gjithëve. Kryetari i Komisionit të Mbrojtjes në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun vlerësoi se njoftimi për formimin e gjandarmerisë së Kosovës ishte një përpjekje për të përfunduar militarizimin e plotë të Kosovës dhe deklaroi se kushtet që përkrijohen një formacion klasik ushtarak, i cili, siç deklaroi ai, nuk duhet të ekzistojë sipas rezolutës 1244. Drecun tha gjithashtu se kjo është një përpjekje për të shmangur një marrëveshje midis Prishtinës dhe ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i cili përcaktoi se pa lejen e komandantit të KFOR-it, forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të vendosen pra gjatë vijës administrative dhe as në veri të Kosovës. Historiani Milan Gullić vlerësoi për Kosova Online se politika që Mali i Zi u përpoq të mbante me fqinj dështoi sepse marrëdhëniet nuk janë më të mirat dhe ai e sheh festimin e 20 vjetorit të pavarësisë në Podgoricë si disfat. Gazetari Euronewsit Marko Stojanović deklaroi se Mali i Zi po përpiqet të mbajë marrëdhënie të mira me rajonin dhe se marrëdhëniet me Prishtinën kanë qenë një temë e hapur që nga viti 2008, kur regjimi atëhershëm e njohu pavarësinë e Kosovës.
Diplomati Albert Prekaj tha se duke shpallur pavarësinë Malizi formoi hartën politike të Europës dhe se marrëdhëniet me Kosovën kanë qenë në një ngërç për 5 vitet e fundit. Blagojqa Atanasovski, analist nga Shkupi, tha se 20 vjet Malizi kapi vrullin drejt integrimit euroatlantik dhe mbajti marrëdhënie korrekte me fshitë e saj. Moti nesër në Serbi do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me erë të lehtë dhe jo stabile her pas here, me reshje lokale, shiu dhe bubullima do të jetë me diell në pjesën në veri të Vojvodinës. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 11 deri në 17, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 26 gradë Celsius.